Rrugët e traditës të folklorit u kryqëzuan dhe u bashkuan përsëri në fshatin historik Livadhia të Bashkisë së Finiqit. 600 valltar nga 25 grupe folklorike nga 3 shtete janë pjesëmarrës sot në sheshin para Pallatit të Kulturës Katina Papa, këtu në Livadhia. Pjesëmarrës në festivalin e 4 ndërbalkanik të këngës dhe të valles popullore. Aktiviteti organizuar nga Shoqata Kulturore Shin Kozma e Livadhia, e cila feston si vjet për vjetorin e saj të 10, që nga krijimi i saj. Kujt ja dedikoni këtë aktivitet në si vjetshëm? Ka ndonjë dedikim të veçantë? E kushtojmë 10 vjeçares së shoqatës, se vjet mbyllim 10 vjet që punojmë edhe përpiqemi për vendin tonë këtu, që të vinë sa më shumë njerëz dhe sa më shumë turistë. Folklori shqiptar u prezantua denjësisht në këtë aktivitet nga Shoqata Kulturore Përmeti. Janë gjithë njësoj, kanë traditat e tyre, se cili shfaqë dhe shpalos vlerat e veta, dhe unë jam shumë e kënaqur sot që marr pjesë në këtë festival. Grupi jonë nuk merr pjesë vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë Shqipërisë. Ne jemi kthyer nga një turne ndërkombëtar, një festival ndërkombëtar nga Franca, Italia, ku jemi vlerësuar dhe me kupë për një përfaqësim dinjitos. Përveç grupeve nga Greqia dhe Malezi, ishin të shumta grupet folklorike nga zona të ndryshme të minoritetit etnik grek. Ndërsa e ftuara e nderit me një këngë polifonike kurbeti, ishte artistja e njohur e muzikës popullore Irini Kiriaku, e cila është bija e minoritetit etnik grek nga fshati i Finiqit. Mesazhi im është që popujt janë vëllezër, motra me njëri tjetrin. Ne nuk më interesojnë fare politikat. Unë si artiste që jap mesazhet më brillante që ka njerëzimi, është dashuria, paqja, mirëkuftimi, të gjitha këto i jep vetëm arti, dhe arti është ura më përkryelidhse e të gjitha popujve, Kështu që unë mesazhin tim e dhash tash, që unë i dua me gjithë shpirt, si minoritarët, si shqiptarët, si rumunët, si bullgarët, si amerikanët, sepse unë kam përjetuar emocionen gjitha skenat e botës, edhe popujt e duan njësoj artin. Në këtë takim të madh folklorik, ishin të pranisur përfaqësues të pushtetit vendor dhe deputet të parlamentit grek, si dhe të trupit diplomatik të Greqisë në vendin tonë, ndërsa përshëndetën kryetari i Bashkisë Finiq zoti Romeo Çakuli, si dhe kryetari e Komitetit të Minoriteteve zonja Konstantina Bezhani.